Studentët e Universitetit të Shkodrës Luigi Gurakuqi dhe profesionistë të rinj janë njohur me disa programe të internshipit dhe masterit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jusmir Idrisi, koordinatori i projekteve të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim në Universitetin e Shkodrës, tregoi përfitimet që kanë pjesëmarrësit në këtë takim. Jemi në vitin e 4 të bashkëpunimit të fryqëm midis Universitetit Luigi Gurakuqi dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Në këtë kuadër sot zhvillohet takim për të informuar studentët dhe profesionistët e qytetit lidhur me bursat që ofron Fondacioni Shqiptar Amerikan për Zhvillim në lidhje me praktika të paguara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo master të gjitha të paguara dhe të mundësuara nga AADF-ja apo Fondacioni Shqiptar Amerikan për Zhvillim. Çdo vit atje bie 4 ose më shumë profesionistë që janë shtu qytetit të Shkodrës sepse këto kanë detyrimin që pasi të kryejnë masterin apo internshipin e paguar të kthehen për 2 vite të paktën kontribuojnë në vendin e tyre. Ndërkohë, Prigilda Gurakuqi nga Lidl Albania tregoi se fushat në të cilat mund të përfitojnë studentët dhe profesionistët e rinj janë të larmishme. Sot ne duam që të informojmë sa më shumë të rinjt profesionistë, por edhe pjesë specialistët ose profesionistët që janë të angazhuar si në pjesë në fushën sociale, në politikë bërje, në edukim, pra ata të arrijnë të informohen sa më shumë për këtë program fantastik. Ndërsa për profesionistët janë përgjithsisht profesionistë të edukimit të drejtësisë, të ekonomikut, fusha sociale, politik, por edhe më gjerë. Ne kemi pasur raste që ka pasur të përjashtim arkeologji, art, pra asnjë fushë nuk është e përjashtuar. Ermir Dajçi, koordinator i lartë projektesh në Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, tha se ndër vite kanë përfituar më shumë se 150 persona. Deri më tani kemi 156 persona të cilët nga viti 2018 deri më tani kanë kryer eksperiencën e tyre ose 2 vjeçare të masterit në SHBA ose eksperiencën 6 mujore të praktikës së punës në një kompani amerikane, të cilët janë kthyer tashmë në Shqipëri dhe disa për tyre ende janë duke kryer eksperiencën në SHBA dhe mbas janë kthyer në Shqipëri kanë pasur një rritje profesionale ose akademike e cila është reflektuar edhe në pozicionet të cilat ata mbajnë tashmë në ditët e sotme. Në programet e nivelit master në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo edhe praktikat e paguara kanë përfituar shumë të rinj në qytetin e Shkodrës.